Mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në emisionin Debat e Lirë këtu në radio televizionin Iliria. Konflikti mes Iranit dhe Izraelit padyshim që ka ngjallur interesim dhe reagim në të gjithë botën, madje edhe në Kosovë, pasi që e dim që mediat sociale tashmë kanë bërë të vetën për të njohur vazhdimisht me çdo ngjarje dhe zhvillim që ndodh jo vetëm mes Iranit dhe Izraelit, por në të gjithë botën. Ajo çfarë kemi parë, pra sulmet dhe kundërsulmet nga njëri shtet në të tjetrin, reagimin nga faktorët ndërkombëtar. Kemi parë dhe reagimin nga disa vende të Ballkanit, siç është edhe Shqipëria dhe Kosova, por kjo është pak e rëndësishme për atë çfarë po zhvillohet atje, tu i pas parasysh zhvillimet dhe reagimin nga Turqia, nga SBA, Kina, Rusia kështu me radhë. Por çfarë po ndodh me të vërtetë atje, do të flasim me Amir Ahmetin. I nderuar, mirëmbrëma se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit profesor. Atëherë është temë gjatë besoj edhe historiku i konflikteve në lindjen e mesme, mirë po pikat shkurta cilat janë rrënjët, nëse mund me thonë historike të armiqësisë mes Iranit dhe Izraelit. Atëherë fillimisht do të theksojmë një gjë e cila shumë është e rëndësishme për opinionin, për publikun tonë, që ta dinë se si Izraeli ashtu dhe Irani janë dy shtete ekspansioniste, të cilat prej zhvillimit të qeverive të këtyre dy shteteve, respektivisht Iranit prej vitin 1979, ndërsa Izraeli prej vitin 1948, kanë zhvillu luftë sistematike kundër fqinjve të tyre sunet. Për shembull, Izraeli prej vitit 1948, prej themelimit të vetë është ndërtuar mbi gjenocid, shfarosje të një popullate autoktone të popullit palestinez. Do të thonë që 77 vite Izraeli kryen krime kundër njerëzimit, gjenocid dhe shfarosje, dhe sot ky shtet po ballafaqohet me Iranin, i cili shtet njëjtë sikur Izraeli, vetëm që ka filluar më vonë, pra prej Republikës së Mullahve të Iranit prej vitit 1979, të cilët sistematikisht kanë luftu sunitet në rajon, madje edhe ka dokumente të rrjedhura prej këtyre vendeve të cilët edhe kanë bashkëpunuar ndërmjet veti në një periudhë shumë të gjatë. E sidomos në periudhën e luftës Iran-Irak, ku Izraeli ka ndihmuar shumë Iranin me informata inteligjente për të sulmuar Irakun, në mënyrë që shteti më i fuqishëm i asaj periudhe, të viteve të 80 me ushtrinë më të madhe, Iraku të mos ishte me fuqinë të cilën e posedonte, sepse në atë periudhë veç ishte bë marrëveshja mes Egjiptit dhe Izraelit, kështu që shteti më i madh arab me fuqinë më të madhe Egjipti, kishte një marrëveshje paqe me Izraelin, dhe Izraeli konsideronte se Iraku i fuqishëm është i rrezikshëm për atë, dhe kështu që e ndihmonte më të madhe Iranin në mënyrë që të sulmojë dhe të dobësojë Iraku. Më periudhën e mëvonshme kemi pastaj rolin e Iranit shumë destruktiv në Irak, me ardhjen ose me invadimin e Irakut, iranianët shiat ndihmuan shumë që të përmbyset sistemi qeverisës në Irak, duke u shndruar, edhe pse shumica irakiane janë sunit, edhe sot udhëhiqet nga shiitët të mbështetur prej Iranit. Ka pasur krime të tmerrshme në Irak prej iranianëve, prej shijave ndaj sunitëve. Shumë prej dietarëve musliman sunit të Irakut kanë migruar dhe s'kan guxuar kurrë të kthehen, kanë vdekur në migrim për shkak të presionit të madh të cilët jo kanë bërë shijat në Irak. Të njëjtën gjë kemi edhe periudhën e fundit në Siri, ku Bashar al-Assadi si Alevi, një sekt i shijave, në mbështetje nga iranianët kanë përsekutuar vazhdimisht sunitët në Siri, dhe e dim se është kontrolluar komplet Siria, edhe përkundër që shumica absolute e sirianëve janë sunit, megjithatë është udhëhequr prej këtij sekti të vogël në Bashar al-Assadi. Falë Zotit që ajo periudhë ka përfunduar tani, sepse Siria ishte edhe një rrugë tjetër për Iranin, për dominimin e Iranit në Liban. Kështu që ajo veç është ndërprer, dhe tani kur është shfrytzuar maksimalisht, mendoj, Irani prej Izraelit për dobësimin e shteteve sunite në rajon, tash
po bëhet edhe një luftë mes tyre dy shteteve. Në politikë gjithherë mendohet çka fshihet pas kësaj, a është vërtet qëllimi kryesor ose synimi kryesor i këtij konflikti të ri për shkak se Irani është afër armës bërthamore, apo është matja e forcave për një luftë e ardhshme më e madhe, e cila ndoshta është në prag dhe fuqitë më dha prapasken masin, forcën edhe të fëqinjve të aleatëve të njërit grup ose tjetrit. Po se sa të fuqishëm janë. Është luftë politike, po është arake. Çdo luftë, të dy të parat të luftës që po i shohim. Po, çdo luftë është politike. Domethënë nuk ka luftë pa politikë. Domethënë qëllimi është dominimi. Kjo është vazhdimisht, jo sot gjithherë, lufta gjithherë është për dominim. Në këtë rast shikoni, e kemi luftën vetëm para se me fillu kjo luftë, kemi luftën 4 ditore ose 5 ditore në mes dy shteteve bërthamore, Pakistanit dhe Indis, ku në të njëjtën kohë u matën edhe fuqia e armatimit ose mbrojtjes së dy shteteve të aleatëve të ndryshëm, në mënyrë që të shihej se deri ku sa ka mundësi Pakistani të mbrohet, sistemi mbrojtjes ajrore, po ashtu edhe Indis, edhe pse janë të dyja shtete bërthamore, domethënë efekti nëse do ta ndez njëri shtet ndonjë raketë bërthamore, atëherë sa mundësi që ajo të bjen në cakun e duhur dhe a ka mundësi shteti tjetër me mbrojt veten. Domethënë këtu janë vetëm matje në gjeopolitikë kështu shifën, domethënë sepse u përfundu shumë shpejt dhe vetëm u matën disa prej sistemeve mbrojtjeve të shteteve. Gjithsesi, edhe kjo luftë mendoj është të njëjtit nivel, është çështje e matjes forcave të dominimit dhe ajo që më shumti në këtë periudhë po më shqetëson edhe jam i mërzitur është se qyr prej ditës parë, ajo kishte fillu shumë natën vonë, sulmi izraelit ndaj Iranit dhe u qoha me falë sabahun dhe me njerë lajmet për shoh që ka ndodhur sulmi. Dhe prej sabahut, kur i përcjella media deri gati në mbrëmje, ku ne isha pastaj musafir me një studio, asnjëherë në asnjë medium ndërkombëtar, madje as ato të lindjes së mesme, nuk pash lajme për Gazën. Domethënë Gaza u harru, domethënë Gaza po masakrohet, po bëhet një luftë shfarrosje kundër popullit palestinez në Gaza. Çdo ditë kemi bombardim të shtëpive, të spitaleve, të shkollave, të madje edhe të çadrave, shatorave të refugjatëve dhe kemi gati 70-80 njerëz çdo ditë të vrarë. Madje kemi edhe rreth 20 njerëz të vrarë çdo ditë në stacionet e përcaktuara prej një kompanie izraelite të regjistruar në SBA, ku se po shpërndohen ndihma dhe aty njerëzit po vdesin çdo ditë nga 20 njerëz. Ata po shkojnë me marr ushqim, ndërsa po vriten me snajper nga snajperistët izraelit. Mendoj se kjo është dhimbja më e madhe që po e shoh në këtë situatë, se në fundit ta kanë ulë në tryezën e bisedimeve pas disa ditëve dhe kanë mi zgjidh problemet e tyre. Një farë me disa lëvizje. Ajo që është diskutuar vazhdimisht, e përmende që e kanë pas një miqësi për të quar se cila ka uzën përpara, si Irani si Izraeli. Tashmë është një pjesë asaj që komentohet dhe shkruhet që janë dy shtete mike dhe kjo luftë është fallse për të mbuluar diçka tjetër që mund të jetë çështja e Gazës apo Palestinës, apo mund të jetë diçka tjetër që ne nuk e dimë, por mund të shifet në ditën e vazhdim. Pra disa ende s'po besojnë që si është e mundur dy miq, dy aleat të luftojnë mes vete. A është konspiracion kë? Jo, nuk është konspiracion, sepse rrjedha dokumenteve kanë dalë, domethënë publike në internet mi gjet për bashkëpunimin të cilin e kanë pas inteligjenca izraelite dhe ajo iraniane për të sulmuar vendet sunite, domethënë kjo është evidente. Nga njëherë interesat edhe nuk përputhen ose ngatrohen ose dëshirojnë dominimin më të madh, cili shtet të ketë dominimin më të madh në këtë rajon. E para se Izraeli dëshiron me shkatru Iranin, sepse ne nuk e dimin të ardhmen, por ne flasim nga ajo që po shohim rrethonave në aspektin gjeopolitik. Irani ka qenë vazhdimisht një kërcënim edhe për shtetet sunite në rajon. Atëherë, një bashkëpunëtor i Izraelit
prej vitit 1979 deri tash, një shtet I cili është kërcënim për shtetet e Gjirit, si është e mundur që Izraeli ta shkatërroj dhe të çliroj shtetet sunite prej armikut, sepse në fundit armiku tim është miku im. Do më thonë, edhe këta nëse nuk duan vërtet mes veti, por të paktën kanë një interes, sepse këtë dy palët I konsiderojnë armiq sunitët në mes. Dhe për këtë arsye, në fundit, ata do t'ulen në tryezën e bisedimeve. Më shumë të do t'jenë të humbës, do t'jenë sunitët, të cilët nuk I përmend askush në tryezën e bisedimeve. Dhe nëse Irani në fund ulen në tavolinën e bisedimeve për të arritur marrëveshjen, mos harro se pjesë e marrëveshjes është edhe heqja e embargos ndaj Iranit prej vendeve perëndimore. Gjatë kësaj periudhe ka të gjithë eksportet, importet I ka me shtetet kryesisht të BRICS-ut dhe shtetet të tjera, dhe u mendoj që kur do të hiqen embargo prej Iranit, atëherë do të ketë më lehtë edhe zhvillimin edhe më të shpejtë. Domethënë do të bëhet një shtet I rajonit që ka qenë vazhdimisht ekspansionist kundër sunitëve, do të jetë edhe më I fuqishëm, pa embargo, me një marrëveshje për energjinë bërthamore. Edhe nëse nuk do ta bëj pasurimin e uraniumit në Iran, që tani për shembull Rusia është lajmëruar si ndërmjetësues mes Iranit dhe Izraelit, dhe nëse dhe ka propozuar që unë po hyj me ndërmjetësu, madje për këtë problemin të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës, respektivisht presidenti Trump ka thonë se nuk pranojnë asnjë marrëveshje tjetër veç se pasurimin e uraniumit të bëhet jashtë Iranit. Irani po thotë, unë nuk pranoj në asnjë mënyrë që të bëhet që tërkon veç se në Iran. Dhe tash kjo mesatare Rusia ka thonë, unë po ndërmjetësoj, pasurimi I uraniumit le të bëhet në Rusi. Dhe ne me marrëveshjen me partnerët, domethënë këtë rast me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ja japum uraniumin atë sa nevojitet, uraniumin e pasuruar, atë sa nevojitet Iranit për energjinë bërthamore, sa është paqësore, domethënë jo për bombë bërthamore, por vetëm aq sa është e nevojshme për energjinë bërthamore, mjaftueshme për ta. Tash nëse arrit kjo marrëveshje, atëherë ku janë shtetet e rajonit sunitët, sepse ata nuk kanë domethënë që sa vite ka Irani që është duke punu për zhvillimin e energjisë bërthamore. Domethënë energjia bërthamore nuk bëhet për 2-3 vjet. Ajo merr një periudhë shumë të gjatë. Kështu që shtetet e rajonit sunitët do të mbesin shumë dekada me vonesë për arritjen ose për pasur në disponim edhe ata energjinë bërthamore. Pra, stabilitetin në lindjen e mesme pothuajse asnjëherë s'ka qenë ashtu siç duhet të ishte, pra mund të ketë një stabilitet në një vend, pastaj është një vend tjetër, pra në vitet e mëhershme deri më vonë, por këtë rast ky konflikt përveç kësaj që the që mund të ndikojë që pastaj Irani do të përforcohet edhe më shumë, sa ka ndikuar në pjesën tjetër të vendeve arabe që e kemi Sirinë, e kemi Irakun, pra pothuajse tashmë të ndërtuar pas luftës, e kemi njëkohësisht edhe pjesë të shtete tjera të lindjes mesme që janë duke heshtur dhe në një forme vetëm ose më sepse mund të ndikohem nga ky konflikt. Mund të ketë një konflikt të ri brenda lindjes mesme përmes këtij konflikti mes Iranit dhe Izraelit. Shpresojmë që jo, nuk janë duke heshtur shtetet sunite, vazhdimisht e kanë dënuar, domethënë sulmin e Izraelit në Iran, sepse kështu vetëm po përzmadhohet konflikti. Por, domethënë shtetet e Gjirit, sidomos, të gjitha e kanë dënuar këtë akt të Izraelit. Po mjaftu shumë dënimi diplomatik? Po, normalisht, dhe mendoj që ka vazhdimisht këto ditë telefonata mes liderëve të shteteve të Gjirit dhe eksponentëve kryesor botror, sidomos të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian për ndërmjetësim, për të gjetur një zgjidhje, sepse vetëm përmes një zgjidhje politike të zgjidhet problemi. Unë mendoj se nuk kanë heshtur, kanë folur, por aq kanë edhe mundësi ndoshta edhe politike dhe ushtarake për të bërë diçka. Në fund, nëse mendoj që po shpresoj. Tash kjo shpresa ime më e madhe për përfundimin e luftës në Gaza. Është një çështje të cilën Netanyahu është duke përdorur, domethënë, sidomos kjo luftë, që e thatë në fillim arsyet,
të ndryshme mundën me qenë. Por njëra për arsyeve kryesore, edhe përkundër që Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Trump disa herë ka thonë që jo, mos me sulmu, madje edhe për luftën në Gaza, disa herë ka kërkuar që të ndërpret. Netanyahu, si kriminal që është, dhe i kërkuar për gjykatë ndërkombëtare të Hagës, ai nuk i konvenon kur farë marrëveshje, as me palestinezët, as me Iranin, me as një vend tjetër. Atë ditë që ndërprehet lufta, Netanyahu duhet me shku në burg. Nëse nuk e dorëzojnë izraelitët në Hagë, që besoj që nuk do ta dorëzojnë, ai prap do të futet në burg brenda Izraelit, ka për korrupsion, ka zbërthim të detyrës. Ai edhe kur e ka fillu luftën në Gaza, në Izrael, në qytete të shumta, sidomos në Tel Aviv, ka pas protesta të mëdha për shkak të kërkimit të dorëheqjes së tij. Domethënë, këto lufta po e shpëton. Ky domethënë do të bëjnë një luftë të pafund, të pandërprer, endless war, që i thonë. Domethënë, sepse këtina i konvenon lufta. Sot është lufta është në pushtet. Momenti që ndërpritet lufta, ndërpritet edhe pushteti. Edhe ashtu ndërpritet pushteti dhe ai duhet me shku në burg. Domethënë, dhe tash nëse ky do ta dorëzonte luftën ose do ndërprinte luftën në Gaza, sipas marrëveshjes të cilën e ka kërkuar që sa herë kanë kërkuar këtë bota, po në këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës që ndërmjetësuan, sepse e panë që ky nuk po dëshiron me bë marrëveshje, u detyruan amerikanët pa njoftimin e Netanyahut me bë marrëveshje me Huthit në Yemen. Pastaj bën marrëveshje me Hamasin direkt Shtetet Bashkuara të Amerikës për lirimin e të burgosërit ushtarit Alexander, i cili ishte marrë nga Hamasi që është në fillim të luftës, dhe për shkak se kishte edhe shtetësi amerikane, edhe atë marrëveshje e kanë bë pa njohurinë e Netanyahut. Për shkak sepse ky nuk po dëshiron kur farë marrëveshje. Pra, dhe tash situata është që ky po mundohet, unë po shpresoj që ky po mundohet me lidh përfundimin e luftës në Iran si një triumf të tij, si një fitore të tij, në mënyrë që ai të thotë, shiko, në marrëveshjen, në pakun e marrëveshjes po bëjmë që Irani po pranon kushtet e tona, dhe ne për ndërprejmë edhe luftën në Gaza, po të rriqmi, po ne nuk po të rriqmi për i Gazës, për shkak se humbëm luftën, po për shkak se ne bëjmë një marrëveshje shumë të madhe, po i hekum kinse rrezikum prej Iranit, dhe në këtë mënyrë bëhet një marrëveshje e cila do ta ndërprej luftën edhe me Iranin, po do ta ndërprejnë edhe luftën në Gaza, dhe të shpresojmë që do të përfundojnë kjo luftë për popullin e Palestinës, për popullin e Gazës në të mirë. Pra, tek Arabia Saudite po ashtu dhe tek Turqia, president Erdogan, pra tha që Irani ka të drejtë, një favormi i dhanë hapësirë të drejtë Iranit në këtë rast, duke i dhënë mbështetje ndoshta për shkak zhvillimeve në Gaza dhe një lloj hakmarrje ndaj Izraelit. Por cilë ka më kanë raporti mes apo marrëdhëniet e Iranit me SBA-n këtë rast, të pas parasysh që kemi një lloj paralajmërimi të Trumpit që tha mund t'ia jap krahun pra Izraelit. Kjo po tregon që ose apo jep sinjal që Izraeli nuk është aq i fuqishëm sa ne mendojmë të pa shfarosje ndaj popullit të pafajshëm në Gaza, apo është diçka tjetër? Po mendoj që kjo luftë ka dhënë një sinjal të mirë për këtë botën, në këtë rast sidomos për vendet e rajonit, në linjën e mesme, se me këto 5 ditë luftë, ranë 2 mite të cilat askush nuk e ka besu. Miti i Iron Dome, kupulla e hekurt e Izraelit, se nuk mundet asë një raket me ranë në Izrael, na pushojmë raketat sikur shiu që po binë në Izrael. S'po mundet me ndalë. Nuk po mundet me ndalë. Dhe me thonë, ai miti i Iron Dome, kupullës e hekur përfundoj. E para. E dyta, Irani, që një fuqi e këtë rajonit të lindjes mesme, që vazhdimisht me proksit e vetë Huthit dhe Hizbullahun, Huthit në Yemen dhe Hizbullahun në Liban, i ka trishtu dhe i ka friksu dhe vazhdimisht në mënyrë sistematike, sidomos në Irak, në Siri, edhe në Liban, madje edhe në Yemen, ka bë edhe krime të mëdha kundër popullatës sunite, edhe ky mit ra, sepse Izraeli mbrenda një nate ja vrau komandantin e gardës kombëtare, komandantin e flotës ajrore iraniane, ja vrau madje edhe negociatorin, antarin e negociatave që ishte
me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili ishte njëri prej shkencëtarëve kryesor të energjisë bërthamore të Iranit. Brenda një nate ai arriti me mbyt të gjithë njerëzit kryesor në Iran. Atëherë edhe ky miti se Irani është një shtet dhe ajo mbaroi. Domethënë kjo në një farë mënyrë që shtetet e lindjes mesme, në këtë rast sunitët, duhet një sinjal mos u friksoni kaq shumë se edhe këta njerëz janë sikur jo, domethënë kanë armatim kanë edhe këta të tjerë, domethënë kjo mëson edhe mos nënshtrimet e tyre, dhe mendoj shembull më i mirë ka qenë i revolucionarëve sirian, të cilët edhe përkundër regjimit diktatorial të Esadit, edhe përkundër që krejt ushtria iraniane me generala, me oficer të ndryshëm ka qenë brenda Sirisë duke bë krime kundër sunitëve në grupe të armatosura me policinë e tyre ushtarake të cilën iranianët kanë pas brenda territorit të Sirisë, dhe ne kemi rastin kur hyrën në Damask revolucionarët i gjetën shumë, kanë vrarë shumë edhe generale oficer të lartë iranian brenda Sirisë. Domethënë ka qenë e kontrolluar komplet Siria prej Iranit. Dhe me këtë brenda 2-3 ditëve prej Halepit erdhën në Damask dhe e morën, dhe domethënë ra ajo se është e pamundur të mundet Irani. Bisedume privatisht, pra qarkullon një lajm sot që nëse vazhdon ky sulm i Iranit ndaj Izraelit, Izraeli është i pafuqishëm i bë ballë për një kohë gjatë. Madje shkruante për disa ditë. Pra ky miti po shifet qartë që Izraeli s'është kaq i fuqishëm për mi bë ballë një shteti siç është Irani për pak ditë, kurse ne kemi pa dhe lindja mesme, pra vendet arabe kanë pasur një shtet i rrezikshëm në kuptimin dhe i fuqishëm. Që është e mundur, pra një pyetje shumë e thjeshtë, që një Izrael kaq i fuqishëm dhe kaq zullumçar njëkohësisht të mos më e baj ballë me 10 apo 15 ditë një shteti siç është Irani. Dhe njëkohësisht po e lyp ndihmën e SHBA-s në pjesën tjetër. Po, normalisht. Shiko, Irani nuk mundet me mbijetu as jo, domethënë edhe 12 ditë, po as edhe 2 ditë pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tash më varet sa presidenti Trump, të cilën ka premtuar gjatë fushatës zgjedhore që do të lufton maksimalisht për me ndërprer luftat nëpër botë. Dhe tash kemi 2 luftra të cilat ose tash po nis edhe treta, domethënë luftën e Ukrainës, luftën e Izraelit mbi Gaza dhe luftën e Izraelit me Iranin. Domethënë kanë kalu 6 muaj prej që ka ardhur në pushtet, dhe politika e tij ka qenë vazhdimisht që të ndërpriten luftat në botë. Sa do të ketë sukses, Trump ka një ekzemplar shumë të madh, disa ekzemplar prej presidentëve të kaluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ndalur Izraelin si shteti më problematik në lindjen e mesme, që vazhdimisht vetëm sulmon fqinjet dhe vazhdimisht paraqitet si viktim, ndërsa madje edhe emri i ushtrisë izraelite IDF, domethënë ushtria mbrojtëse e Izraelit. Po mbrohemi, domethënë, a vazhdimi asnjë shtet kur në historinë e Izraelit nuk e ka sulmuar Izraelin pa sulmuar Izraeli i pari. Dhe kjo dihet domethënë edhe me dokumente, dhe është shteti që asnjëherë asnjë rezolutë të Kombeve të Bashkuara nuk e ka respektuar. Domethënë është një shtet vërtet problematik, një shtet gjenocidal i cili prej 77 vite zgjerohet dhe ndërton shtetin e vet mbi viktimat palestineze, mbi vrasjen e popullit palestinez, madje po dëshon me shfaros fare krejt në mënyrë që të dërgon kolonat e vet. Kemi Izraeli ka sulmuar Libanin, Sirinë dhe të gjitha gati shtetet e rajonit. Kemi rastin e presidentit Kennedy, i cili ka ndalu Izraelit zhvillimin, sepse zhvillimi i bombës bërthamore në Iran është i hershëm, në Izrael është i hershëm, dhe ajo është më ironike se Izraeli vetë ka rreth prej 80, sipas analizëve të shumë, vetë historianëve izraelit dhe gazetarëve izraelit të cilët i kam dëgjuar, ka prej 80 dhe në 350-400 koka bërthamore ka Izraeli. Ndërkohë kërkon që një shtet tjetër mos të ketë anë bërthamore. E para, ndërsa e dyta është
Qysh në kohën e Ben Gurionit si kryeministër, Ben Gurioni ka dhënë ndërheqje një ditë para se me dorëzu raportin te presidenti Amerikan Kennedy, sepse presidenti Amerikan Kennedy ka thonë simbos informatat tona, ju jini duke bë bombë bërthamore, nuk do ta lejoj. Izraeli mohonte se është duke bë bombë bërthamore dhe në fund i cakton datën 1 qershor me ia dorëzu raportin. Një ditë para përfundimit të këtij afati, Ben Gurioni jep dorëheqje. Domthonë kështu është presioni i një presidenti amerikan. Pastaj kemi rastin e presidentit Eisenhower. Realisht presidenti Eisenhower pas ka qenë para Kennedy që e ka bën një shembull interesant kur Izraeli okupon Sinajin e Egjiptit. Në vitin 1954 më duket, 53-54. Atëherë kërkon presidenti Eisenhower kërkon që ta liron menjëherë Sinajin. Dhe Izraeli thotë jo, ne kemi hyrë dhe nuk do të dalëm. Atëherë presidenti, sepse ishte edhe fillimi i ndërtimit të shtetit të Izraelit dhe komplet vare prej ndihmave amerikane. Atëherë presidenti Eisenhower urdhëroi anijen me ndihma të llojeve të ndryshme, madje kishte arritur anija gati në detin Mesdhe dhe e urdhëroi që të kthehet anija. Kur Izraelit morën vesh që u kthye anija, nuk do të arrijnë ndihma amerikane, atëherë ata menjëherë u tërhoqën prej Sinajit. Domethënë një president i fuqishëm mendoj që mundet me balancu këtë situatë dhe këto janë kufit e tu kur ti mundesh me bë, unë të siguroj shtetësinë tënde, por ti nuk ke nevojë me ngacmu secilin fqi këtu afër. Apo tregohet i fuqishëm Trump? E tash kjo, unë e thash ka shembuj të presidentëve të kaluar për të treguar fuqinë që e ka një president amerikan. Për këtë ka fituar zgjedhjet. Domethënë pas gjatë periudhës së zgjedhjeve kemi diskutuar edhe te jo për këto. Domethënë unë i përcjell shumë edhe mediat e djatha në Amerikë, sepse edhe te ne mediat amerikane më shumë shikohen ose mediat te ne në Kosovë mvarëm shumë prej lajmeve që vijnë për mediave të majta, kryesisht demokratëve, por unë zakonisht për me bën një balancë i lexoj dhe i shikoj edhe mediat e gjata në Amerikë dhe ka shumë gazetarë të cilët vazhdimisht po e thrasin këto që po flasun, domethënë janë prej gazetarëve të gjatë të cilët po thrasin Trumpin që ne kemi votu për mos me pas luftra në botë dhe ta ndërprej Netanjahun prej kësaj mendurie që po mundohet me kall jo vetëm këtë linjën e mesme, po këtë botën me një konflikt shumë të madh. A mund të ndërhyjë diplomacia ndërkombëtare për të frenuar këtë përshkallëzim të situatës momentalisht që është mes Iranit dhe Izraelit? Pra, ku them ndërkombëtare, përfshim edhe Bashkimin Evropian që kemi pa disa reagime, por në vetë si Kosovë si shtet e kemi pa që Bashkimi Evropian do thotë apo BE-ja nuk është që merr vendimet e shpejta dhe është e fuqishme ndonjëherë në disa raste, por në këtë rast kush mund të reagojë për me ndalë një përshkallëzim të situatës? Qenë se siç tham, pra po pritet paktën që mund të eskalojë dhe të dalën disa vende tjera. Po, gjithsesi ka mundësi me eskalu. Kuptohet, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rolin kryesor në këtë rast, presidenti Trump ka një fuqi të madhe, edhe si presidenti i SBA-s, edhe si aleati kryesor i Izraelit mundet me ndalë këtë, edhe shtetet evropiane kanë luajtur një rol gjatë periudhës së fundit, por jo për shkak të luftës me Iranin, por për shkak të gjenocidit në Gaza, ku kemi rastin e 5 shteteve perëndimore të cilët veç kanë sankcionuar 2 prej ministrave të koalicionit me Netanjahun, Ben-Gvirit dhe Smotrichit, prej 2 partitë ekstreme të Izraelit, të cilët vazhdimisht e kërcënojnë Netanjahun që nëse ndërpren luftën në Gaza ne dalim prej qeverisë. Dhe kemi rastin e fundit ku Franca përjashtoi nga panajiri i armëve kompani izraelite, Izraelin komplet mos me qenë prezent në panajirin e armëve. Kjo ishte goxha një veprim i Francës, edhe përkundër që s'kemi pak si veprime prej evropianëve përveç prej Irlandës, Spanjës. Madje kohën e fundit kuptohet atë për disa shteteve skandinaves, domos Norvegjisë, e madje edhe Slovenia. Pra mendoj, domethënë edhe Slovenia e njofti Palestinën si shtet të pavarur, mënyrë për me i tregu Izraelit se e ka tepruar nga çdo aspekt. Pra e përmendi Kalinti çështjen e Rusisë që mund të jap këtë opcion për si po pozicionohen në këtë rast Kina dhe Rusia, pra 2 nga shtetet pothuajse më të fuqishme pas SBA-s ose bashkë me SBA-n në këtë rast se përket Iran-Izrael. Ata veç janë duke bashkëpunuar me Iranin,
sepse në fund jo pse dojnë ndoshta Iranin, po sepse është interesi i tyre. Nëse nënshtrohet domethënë Irani, atëherë mos harrojmë, Irani është po afrohet domethënë Kinës edhe Rusisë me kufi, më falni Irani, domethënë nëse dorëzohet Irani, atëherë fuqia e Shtetit Bashkuar të Amerikës po afrohet atje dhe ata nuk po kanë dëshirë. Po i troken ndër thjesht. Po nuk po dojnë, nuk është puna që dojnë ndoshta Iranin, po thjesht armiku tim, miku im, domethënë ata po dojnë Iranin me qëndru ashtu në mënyrë që mos me lanë SBA mos më afru më shumë nga ato shtete, po ashtu edhe Pakistani ka raporte sepse Irani ma veç është në kufi më duket me Pakistanin, ka një pjesë të kufirit, gjithsesi me Afganistanin. Dhe unë mendoj që kjo situatë do të jetë kogja tensionuar. Paralelu për një takim të Trumpit me presidentin e Pakistanit nëse ka bëhem, është paralelu sot çarkullon disa media që do të ketë ka mundësi të ketë takim, po i bie që t'ia thyej mendjen Pakistanit që mos ta mbështes këtë rast. Gjithçka ka mundësi, por unë mendoj që biseda ose ulja në bisedimet për marrëveshjen është zgjidhja më e mirë që po shpresoj që të hyjnë kuadër sana si paketë edhe çështja e Palestinës ose në këtë rast çështja e Gazës, ato vujtje janë të tmerrshme, them sinqerisht po ndihemi të turpëruar. Është Palestina me hinë në këtë paketë marrëveshje që mund të ndihemi të turpëruar që jemi në këtë periudhë ku ne çdo ditë po shohim masakra të cilat nuk janë pa kurrë në luftës dytë botërore, deri sot nuk janë pa kështu në mënyrë të hapur. Madje, si thot një profesor hebrej, thot nazistët i kanë bë në mënyrë të fshehtë vrasjen, ndërsa Izraeli po bën në mënyrë të hapur dhe po krenohet për shfarrosjen e një populli të tërë. Këto masakra, ky gjenocid nuk është parë asnjëherë dhe të shpresojmë që të përfundon në pafuqi për të bërë më shumë. Lutemi që të përfundon kjo masakër e popullit palestinez në një marrëveshje e cila do të vinte, por prapë në fund çfarë do marrëveshje do të bëhej, prap Irani, Izraeli fitojnë atëfar dominimin dhe vazhdojnë bashkëpunimin e tyre kundër shteteve sunite. Të paktën sa mbojmë mend, do thotë kanë pasur reagime diplomatike, kërcënime, por një luftë të tillë ose një konflikt të tillë do thotë nuk është që ka pasur më herët. Pra u shprit në pas luftë sulme, por ky i tanishmi është ajo më serioze përveç gjuhës diplomatike që kanë pasur më herët. Po, siç e thash edhe më herët, po mendoj është më shumë edhe motje e forcave, dominim, aq më tepër që po i konvenon Netanjahut që lufta të vazhdon mos ndërpërtet. Të nderuar, faleminderit që ishe pjesë e këtij debati. Asnjë ishte ime. Të nderuar miq, kaq për këtë takim, takohemi në emisionin tjetër të radhës dhe atëherë mbetshim me programet e RTI-s në vazhdim. Natën e mirë.